kontrat, çka? Mashkulli o mashkull, nas mundu me mushti me mashkull. Te ke fundit mashkulli ka hije. Femnës nuk i ka hije. Femnat krejt jënë tranu, krejt ka ndaj për vetës. Qom se një mashkull është i zoti me këshyr grune vet, edhe me let grus mundet edhe tjetër me martë, se jo. Ashtu se se i zoti a me këshyr as grunë, shpe normal që së është as për tjera. A e kështë liu të bashkëshortin tënë që me pas edhe një tjetër? Nësë më këshyr mu mirë, më trajton mirë, më blen me punu. Së pengon që edhe një tjetër është atë? Vesh dhe të më kalë zonë ashtë asë më pengon, me fejle johet. Ska lidhje. Po veç martesa është kontrat. Gjekë sigura ja tërë që e kom qitë. Që në momentin ku një qift lidh një jetesë së bashku, ata të dy së bashku e krijojnë një kontrat. Ajo është përgjithësi. Çka nëmë kupton? S'ka kontrat dashuri. Jo, në momentin që ti vendos mu martu me dikon, ti paraprakisht e mendon krejt komplet jetën tonë. A ki mu përputh me qatë persona apo jo. Edhe ofiçari komunës pyet, bla bla bla, në të mirë dhe në të keq. Po ajo është kontrata, është përgjithësi që ti nuk është formalitet, se ti tash folja në çast. Një burr që trajton grup perfekt me tonat, e len me punu, e len me vesh kadon, e len me dali jep hapësirë. Ai burr meriton gjithçka.